më shpejt produkti. Unë preferoj këtë mënyrë, nuk preferoj mënyrën kur futen thonjt në ujë të ngrohtë me aceton, pasi këtu acetoni është vetëm tek pjesa e thojit, pra nuk ka pse të futet e gjithë dora në aceton, pasi bën një tharje të tmerrshme lëkure që s'është e nevojshme. Siç e shikoni unë, është pak e vështirë heqja e produktit, pasi siç edhe theksova, personi që i ka bërë këto thonjë mund të ketë përdorur primer pa acid, pra unë normalisht të përdor primerin pa acid vetëm tek maja e thojit, që të mos hapet thoj nga maja, sepse kjo ndodh kur është thoj me gel manikyr, pasi maja